zgjedhje ose me qenë pro zgjedhjeve, besoj duhet me pas një strategji politike që del më mirë se sa në zgjedhjet që ka dalë paraprak. Cila është e strategjia? Gjen mënyra që me dalë një rezultat i cili e ngre elektoratin e vetë mbrapa dhe potencialisht vjen në pushtet. Pushtetet populliste si të Albin Kurtit, kolegët nderuam, rëzohen ose mposhtën veç kur ka një grupacion politik i cili e bjen një alternativ. Nuk do me thonë që është domosdoshme që të jetë një parti, as 2, as 3, as 4, po kur po them grupacion politik rreth një ide që ofron një alternativ. Unë kam një shqetësim dhe druaj që nëse këto parti vendosin veç me shkru prapë në zgjedhje, nuk e besoj që mund me nxjerrë rezultat më të mirë sa kanë zgjedhë me datën 9 shkurt. Ky është shqetësim jam dhe në farë forme nuk sjellin kurrë të re nga ajo që kemi pa me 9 shkurt. Me këto kombinime të sondazhet të koalicioneve që dalin, unë pres që të paktën të ketë ide që këto grupacione të mblidhen dhe të ofrojnë një alternativë që qytetarët të kenë arsye pse votojnë. Për mua, shembull, koalicioni më natyral nga kjo që duket është LDK-AK. Ka shumë arsye pse duket më natyral. PDK-AK nisme që përmendim Lajimi është një rikthim i panit vitit 2017 që e don vetvendosje, këto ju garantoj me jetë që sot edhe sondazhin me pa ta garantoj që ky koalicion është të pri, sepse votuesit online vetvendosës e kanë preferencë që to, sepse krahas listës sërbe bëjnë edhe një argument që me ngajtë me dhënë mas votave. A mund është me pa rezultatin, Erben? Që është aktualisht? Hyni dhe votoni që të mos ja qëlloj Fidani, ju lutem. A mund është me pa? Unë s'me me pa, mund është me pa, për me pëtëm. Hajde në trega që është. 30% është për PDK-AK nisma. S'ka është i pari. Pa. A ju thash. Dhe më thonë, njerëzit ngajnë mëse sepse dojnë, po, sepse dojnë me kryu dhe një mekanizm 3 që me pas një argument shtesë në fushat. Për mu, koalicioni më natyral që do t'i bënte ball ose do t'i sjallte një rezultat 3 është ky mes LDK-s dhe AK-s. Është shumë e vështirë.